Në kohën kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përgatitet i drejtohet pjesëmarrësve të forumit botëror të ekonomisë në Davos të Zvicrës, ministri i jashtëm bëri një rrëfim që u përhap me shpejtësi në mediat botërore. Ai tregoi se si kishte qenë duke e goditur me grusht në fytyrë ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë bisedimeve mes dy palëve në fazat e para të fillimit të sulmit rus ndaj Ukrainës. I pyetur për momentet më të vështira të negociatave, Kuleba u përgjigj se këtu padyshim bën pjesë ai çasti kur ti thjesht ndjen një dëshirë të madhe të ngrihesh dhe të shkosh ti biesh me grusht personit të palës tjetër, por në të vërtetë një gjë të tillë nuk e bën dot. Dhe mund t'ju them se kjo gjë më ka ndodhur 2 apo 3 herë. Në njërin prej rasteve ishte me Lavrovin në resortin turk të Antalyas pranverën e vitit 2022, u shpreh ai. Negociatorët ukrainas dhe ata rus u takuan për disa raunde bisedimesh në javët e para pas pushtimit të shkurtit 2022. I pari prej tyre ishte në afërsi të kufirit të Ukrainës me Bielorusin dhe më vonë, ata u përballën në Turqi, ku pala turke insistoi që të bënte ndërmjetësuesen e tyre. Deklarata e tij u komentua shumë shpejt nga përfaqësuesja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, e cila tha se ato tregojnë që lidershipi i Ukrainës është krejtësisht i papërshtatshëm për këtë rol.